Ka bashkia. Zoti kryeministër. Zoti kryeministër, na thoni ti Po, fjalë mund të them 3 fjalë. Po, ku janë të tjerë? Hajde çikoj. Hajde një pak. Jo, prit, hajde çikoj. Hajde më. Media. Si përfundoi takimi? Do me thonë, me 34 qytetarë të Durrësit, përfaqësues të familjeve që kanë këtë problematikë. Kemi folur rreth 2 orë gjysmë dhe ata e kanë hallin. Dhe me ta kemi folur dhe biseda ka qenë absolutisht konstruktive, me opinione ndryshme për konstruktive, ndërkohë që 35 të tjerë atje, që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rrugë të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është katandisur ajo farë partie. Ndërsa për sa i përket problemit të vërtet, problemit të qytetarëve dhe të projektit, kemi rënë dakord dhe se si do të shkojmë përpara, qoftë me atë verifikim nevojshëm për disa objekte që janë objekte që mund të kenë vlera të trashëgimisë kulturore, qoftë me disa variante për shpronësimin dhe shpërblimin. Kjo do të jetë rruga. Nuk do ketë prishje së shpejti? Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore, të pretenduara dhe njëkohësisht dhe janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotek, pavarësisht se janë aty për shumë vite. Kështu që këto janë dy problematika që do të shohim. Vlera e shpronësimit E kemi diskutuar atje brenda, edhe çështjen e çmimit, edhe kemi diskutuar që do duhet shohim referencat e reja. Faleminderit.